Dhe është një bajram, një fest javore, ajo dita gjumon. Dita gjumon si e manifestojmë, si e madhrojmë këtë ditë, në mëngjes kur të ngritë mu, me e mira është pas se me shku në gjumon, me morë gusull, me morë dush, mu pastru këtë trupin. Pastaj, mi vesh teshët më të mira që ki, ka të lëkin që ki, teshët më të mira i vesh. Pastaj parfimosësh. Pastaj me shku në xhami me qetësi në kam me shku. Sa se vapi me shku në kam dhe në gjumu, ka thonë për çdo hap qetë. Duke shku në xhami e ki e shpërblimin sa 1 vjet me agjëru ditën dhe me bo namaz notë. 100 hapa sa 100 vjet. E në veçanti ato që vinë herët. Ku të vinë herët, unë gjërë të safi parë. Se vapi ku është të safin e parë, afer hidbës. Ai që është ma afer hidbës, ai e ka se vapin më të madh. Ai e ka se vapin më të. Kanë thonë se ai që shkon në ditën e gjumë më herë në xhami, ai në ditën e kiametit rinjallët ku dalin me pa Allahun në safin e parë. Para ta, Abdullah Mesudi shkon të gjithë një i pari në xhami, ditën e gjumë. E hoxha duhet me ardhi fundit. Njënë e thotë, po dhe ti jebe po të shofëmi po falë në hoxhë. Unë e herët po vi, unë e i fundi, ku të vejnë e hoxha mo kërkush mësë me ima së të. Për shkak se djenë di me lek që i shkërujnë ato që vinë gjumo, speciale në regjistë. Hinë të dera shku, filoni. Ku të hipe hoxhën në mber, ato i mështjelin ullën me ngu hitë. Tamam? Ana s'kena vakë, se dimnit ftoft hoxha për në zgaqë. Verës në zetë, sa ma shkurt, me lekët vinë special ditën gjumo, dhe ditën gjumo një qast, një kohë që Allah e pranon luqën. Dhe ditën e gjumo, që që ka emri në akiret? Jaumul Mezid. Dita e gjumo quhet në akiret, Jaumul Mezid. Pse i dhe Jaumul Mezid? Për shkak se Allahu ka thonë ato që kanë bo mirë, kanë me pa mirë të Allahu. Ato që kanë bo mirë, kanë me pa mirë të Allahu. Amo na i kena dhe diçka mi dhonë atire mish dhe surprizë tepër. Dita e surprizës. Çka surpriza? Ka thonë me shiqu Allahu në zogjët. Ditën e gjumo ullën, gjenet lit, me një ven, me një lugin, pejgamber të Allahu, shahidët, muslimanët, dalin me pa Allah. A kje që e më konë në radhën e parë? E nëse do në më konë në radhën e parë, dilë në gjumo ma herët, i e në radhën e parë në akiret. Për ata ka thonë pejgamberi Allah, muezinë që e thëresin e zonin, janë ata që i kanë qafat më të gjata. Ka thonë, shka do me thonë qafat e gjata? Do me thonë si, mes atinve dhe Allahut s'ka njeri që i pengon me shiqu Allah. Safin e parë.